ky takim me drejtuesit politik, si edhe me drejtuesit e komisioneve të përhershme parlamentare, është vazhdimi i mbledhjes së zgjeruar të grupit parlamentar dhe të kabinetit qeveritar për të nisur një diskutim së bashku rreth dimensionit partisë në fazën e re ku ka hyrë vendi dhe ku kemi hyrë edhe ne si shumicë qeverisë. Dokumentin strategjik BESA e keni tani më në dorë, ky tjetri që është këtu e keni marrë dhe që e ndaj me ju sot fillimisht për një diskutim të brendshëm, quhet prania besnike dhe është aneksi i atij të parit. Prania besnike adreson vetëm partinë me synim që ta vendos atë në funksion të kthesës së mandatit 4. Dhe nëse herën e shkuar fola për qeverisjen e kësaj faze të re, sot duhet të flas për makinerinë tonë të partisë. Dhe duhet ju them se paralelisht me reflektimin përpara pasqyrës bulevardit të Flamingove, kam kaluar dhe disa kohë në Varrezat ku prehen historitë e partive dhe të lëvizjeve që fituan gjithçka, por që më herët ose më vonë humbën sfidën e vazhdimësisë së qëndrueshme të fitoreve të tyre. Të gjithë gurët në ato Varreza kanë të njëjtin mbishkrim. Asnjëri nuk e humbi pushtetin nga dëgjimi, të gjithë e humbën dëgjimin nga pushteti. Barack Obama fitoi në vitin 2008 me lëvizjen më të madhe vullnetare që kishte parë historia e demokracisë amerikane. Mbi 2 milion vullnetar, ose siç quhen në shqip patronazhist, aktiv, ekipe lagjesh me emra, me role, me përgjegjësira, të matshme dhe të matura çdo javë, si dhe 13 milion adresa njerëzish të lidhur me kauzën. Një muaj pas fitores, cilën askush nuk e parashikoi në fillim, pastaj gjithë bota e admiroi në fund, ajo lëvizje vulkanike u ftoh, rrjeti nuk u zhduk formalisht, po u fut brenda zyrave të administratës dhe u vënë shërbim të agjendës së shtëpisë bardhë. Protagonistët kryesor u kthyen në zëdhënës pushtetit të ri dhe kori më masiv i përcjelljes së një mesazhi politik në historinë e Amerikës u tret në lumenjtë e turmave të jetës përditshme. 2 vjet më vonë, në zgjedhjet e para të mes mandatit, makineria që kishte magjepsur botën nuk kishte më jetë. Dhe partia e presidentit pësoi njërin nga disfatat më të rënda në historinë e saj. Vetë Obama e ka pranuar më vonë si një nga dështimet më të mëdha politike. Ndërkohë që më poshtë në jug, Partia e Punëtorëve e Brazilit, një tjetër fenomen i pazakont politik,
kishte vendosur në Porto Alegre gur themelin më mbreslënës të së majtës botrore, gdhëndur në historinë e saj, buxhetimin me pjesëmarrje. 10 mijëra qytetarë vendosnin vetë me votë të hapur në asambleët e lagjeve se ku do shkonin investimet e qytetit. Uji dhe kanalizimet vajtën nga 75 në 98% të shtëpive. 4 mandate radhëzi, populli rizgjodhi Partinë e Punëtorëve. Pastaj partia fitoi Brazilin, kuadrot më të mirë të Porto Alegres ikën në përministritë e kryeqytetit. Energjia politike që e mbante gjallë buxhetimin me pjesëmarrje filloi të shteronte dhe partia që i kishte mësuar botës dëgjimin humbi qytetin e vet 1 vit pas fitores kombëtare. Mekanizmi mbijetoi formalisht dhe për disa vite, por pa të njëjtën fuqi, pa të njëjtën pjesëmarrje dhe pa të njëjtin vullnet politik, derisa u fashit. Kutia e buxhetimit mbeti aty, por fryma që e kishte bërë kutin zemrën e komunitetit iku bashkë me ata që u futën në administratë. Nga kjo anë e oqeanit ka plot raste, por unë zgjohet të kujtoj këtu Francën, Emmanuel Macronin e ndërtoi partinë e tij në kohë-rekord. Trokiti në 300.000 dyer, 5.000 vullnetar, 3 muaj, 25.000 bashkëbisedime të regjistruara me 5 pyetje të hapura, çfarë funksionon dhe çfarë nuk funksionon në Francë. Përgjigjet u bën program dhe pasi ai fitoi presidencën, partia e tij fitoi edhe shumicën absolute në zgjedhjet parlamentare. Më pas, komitetet lokale mbetën në hartën e partisë, por pa funksion, pa autonominë dhe pa arsyen për të cilën njerëzit kishin hyrë në ato komitete. Zgjedhësit që u antarësuan për të qenë bashkautor të lëvizjes e gjetën veten spektator të një pushteti që fliste vetëm nga lart. Partia shkoi nga rënje në rënje, duke i lënë praktikisht për herë të parë mbas shumë vitesh presidentin pa shumicë dhe Francën me një fragmentim parlamentar krejt pazakont për historinë e Republikës Pestë. Podemos në Spanjë u bë parti me influencë të madhe në skakjerën politike me 500.000 antarë, të regjistruar në platformën e vet digjitale, po kur erdhi dita që të votonin për drejtimin e partisë, votuan vetëm 59.000 prej tyre. Kështu zbuloi se regjistrimi nuk është pjesëmarrje, se një klikim nuk është angazhim dhe se një turm llogarisht digjitale nuk është ende një bashkësi politike. Ndërsa lëvizja 5 yjet në Itali që u rrit duke u tallur me partitë e vjetra dhe që mori pushtetin, ja kishte besuar platformën e saj digjitale një shoqërie private. Kur filloi grindja në pushtet, partia mbeti pa asnjë kontroll mbi dhënat e veta dhe me votimet të ngrira në çastin më kritik të jetës së saj. Themeluesi i saj shkruajti dhe nekrologjinë përpara jo shumë kohësh, revolucionarët hynë në pallatet e pushtetit për të ndryshuar pushtetin, pushteti ndryshoi ata. 5 vende, 5 parti e njëjta sëmundje. Filluan me vesh hapur, qeverisën me vesh mbyllur dhe pasi u ngjitën shpejt shumë lart, ran poshtë po aq shpejt. Por ka edhe një lloj tjetër sëmundje që besoj ne na intereson edhe më shumë për ta kuptuar në
skanerin e historisë së partive fitimtare. Është historia e partive që rrinë gjatë në krye, po që dëgjojnë vetëm nga njëri vesh dhe shikojnë vetëm nga njëra anë. Peronizmi kishte në çdo lagje të Argjentinës një njësi bazë, të hapur gjithë vitin, ku Hallexhiu të gjendej ilaçi, dokumenti, thesi me miell, puna për djalin. Në pamje të parë tingëllon si prania besnike që unë po ndaj me ju sot. Por në fakt ndryshon prej pranisë besnike, siç ndryshojnë veshi dhe syri i smur nga dy kolegët e tyre të shëndetshëm. Sepse njësitë peroniste e jepnin ndihmën me kusht, dhe ndihmësi i lagjes matej nga partia me votat që dorëzonte. Prandaj ai nuk quhet më ndihmës, po quhet puntero, do me thonë sekser. Dhe populli e di që dera e shtetit hapet vetëm me çelësin e sekserit politik në zyrën e partisë. Mirë po erdhi një ditë e bukur që presidencën e Argjentinës e fitoi një njeri pa makineri territoriale që mund të krahasoj qoftë edhe teorikisht me peronizmin, me një llogari TikToku dhe me zemërimin e algoritmit si aleatin e tij më të madh. Kurse makineria më e madhe elektorale e Amerikës Latine u parkua në opozitë dhe aty thonë që do kaloj një dimër shumë gjatë politik. Por për këtë ne s'kemi pse shkojmë deri në Argjentinë, mjafton të shohim komshien e vajtueshme që kemi në sallën e kuvendit, që u ndrysh dhe u bë teneqe krejt në opozitë. Në dukje smundja e ndryshkjes pas një pushteti gjatë mund të perceptohet si e pashmangshme, por nuk është. Është thjesht shumë më e përhapur se sa rastet e partive që kanë ditur të rezistojnë ndryshkjes edhe për kohë shumë të gjata, të cilat shkëlqen shembulli i Partisë Socialdemokrate të Suedisë. Socialdemokratët suedezë qeverisën praktikisht për 44 vjet me radhë. Ata ndërtuan vërtet një shtet social të admiruar nga bota, por themeli i suksesit të tyre ishte se në ndërkohë ndërtuan shoqërinë e tyre politike. Partia nuk ishte vetëm selia, ku shkonte aktivisti për të marrë porosit për fushatën, ishte sindikata, ku shkonte punëtori, kooperativa, ku shkonte familja, shtëpia e popullit, ku mblidhej lagja, dhe rrethi studimit, ku antarët nuk mësonin vetëm çfarë duhej të mendonin, po mësonin si të mendonin, si të flisnin dhe si të dëgjonin. Ata nuk e trajtuan qytetarin si klient të partisë, po si bashkëkrijuesin dhe bashkujdestarin e saj. Dhe partia nuk shfaqej vetëm kur kishte nevojë për shoqërinë, po ishte e pranishme aty ku shoqëria jetonte çdo ditë. Ndërsa partia që qeveris Singaporin prej më shumë se 60 vjetësh, ka rrënjosur një rregull që nuk është prekur për më shumë se 60 vjet. Deputetët, përfshirë ministrat, ulen rregullisht në lagjet e tyre dhe presin qytetarët një për një. Takimet nisin në mbrëmje dhe shpesh mbarojnë në mesnatë. Për çdo hall përgatitet një letër zyrtare, e cila u drejtohet ministrive, agjensive apo institucioneve përgjegjëse. Dhe kjo natyrisht nuk është më fushat, është ritual, ku njerëzit shkojnë si në kish apo si në xhami, po jo që t'i luten Zotit, po që të dëgjohen nga të zgjedhurit dhe nga qeveritarët e tyre. Sidoqoftë në këtë kontekst, prania besnike e Partisë Socialiste nuk mund të jetë as zyra e punteros Argentinas, as portel ankesash, dhe as një kopje shqiptare e ritualit Singaporit apo një tentative të shtuar nostalgjike për partitë e masave të shekullit kaluar. Ajo duhet marrë prej përvojave të tjerëve mësimin, por pa trashëguar smundjen dhe duke ndërtuar metodën e saj.
pranin pa klientelizëm, dëgjimin pa teatr, organizimin pa burokratizimin, ndihmën pa kushtin dhe digitalizimin pa robotizimin dhe as kapitalizimin. Dhe këtu vjen një pyetje që me siguri, mbase askush nuk e bën në këtë sallë, po e bën njerëz që janë duke na ndjekur. Po pse doni të qëndroni ju akoma më gjatë? Po pse s'ju mjaftojnë juve gjithë këto vite? Po pse nuk e kuptoni që është koha që të thoni boll dhe t'ja lini vendit të tjerëve? Ose edhe më shkurt mund mos ta bëjmë fare si pyetje, po ta shprehin copë si dëshirë apo si urdhër, gjë që zëre se po i lexoj në komentet që bëjnë, po çfarë më gjatë, po inshallah vdisni një orë më parë dhe ju hapni rrugë të rinjve, po çohuni që aty dhe shkojnë nëpër shtëpia, se sjeni vetëm ju këtu. Tani pyetjet janë legjitime, dëshirat me zë të lartë dhe urdhrat kështu në ajër janë shprehje lirie, kurse mallkimet dhe sharjet unë nuk i konsideroj sepse janë konflikti shumë fisht interesi. Por do shtoja diçka që pas 13 vjetësh në qeverisje, pse doni të qëndroni akoma, është ndoshta pyetja më legjitime që mund të na bëhet. Por këtu duhet ndajmë dy gjëra që nuk janë e njëjta gjë. Njëra është pse nuk largohemi ne sot. Tjetra është pse duam ne ta meritojmë vazhdimsi nesër. Spari duket e çuditshme që duhet thënë, por me sa duket thënë që kjo është demokracia dhe një parti politike as nuk e trashëgon dot timonin e pushtetit, as nuk e ka pronë me testament, po as ka të drejtë ta lëshoj rrugës sepse disa të tjerë duan ta ngasin vetë makinën e pushtetit. Partia Socialiste ushtron pushtetin sipas kushtetutës për aq kohë sa populli ja ka dhënë dhe për aq kohë sa ka votat në kuvend për të bërë ato për të cilat është zotuar përpara popullit. Ata thonë se flasin në emër të popullit. Madje pretendojnë se janë vetë populli. Ne jemi populli, dëgjoni popullin, ka dalë populli, por që t'jemi të qartë me ligj dhe me zakon, as ata nuk janë populli, as ne këtu nuk jemi populli, dhe as një individ, kushdo qoftë, apo grup, kudo qoftë, nuk është populli. Të gjithë jemi vetëm pjesë të tij, mund të përfaqësojmë popullin ose të flasim në emër të popullit vetëm nëse ai na e jep këtë mandat sipas kushtetutës. Përndryshe, ne flasim vetëm në emrin ton apo të kujdo që na ka mandatuar të përfaqësojmë ndonjë gjë, po jo në emër të popullit. As unë që e kam me vull dhe me firmë mandatin për ta përfaqësuar Shqipërinë në emër të popullit, nuk e kam tagrin të them në emër të popullit atë që mund ta thotë vetëm populli. Kush duhet jetë në qeveri dhe kush duhet jetë në opozit. Këtë populli e thot vetëm vetë. Vetëm me votë dhe vetëm kur zgjedh të mandatuarit e tij. Nga ana tjetër, po unë për shembull e kam tagrin të vendos për veten time nëse duhet t'i dëgjoj apo jo dëshirat dhe urdhrat e një pjese që këndon për zyrës time, Rama jepet dorëheqjen. Ajo këngë mua më pëlqen dhe më energjizon aq shumë sa t'ju them drejtën më gënjen mendja që mund të bëj një tjetër këngë me të. Por në çdo çast dhe rrethan përtej këngës të largohesh nga detyra që të ka ngarkuar shumica
vetëm sepse një pakicë bërtet në kor nuk është as tipar udhëheqës, as përgjegjësish institucionale dhe as modesti intelektuale. Është vetëm braktisje e një përgjegjësie shumë të madhe. Ndërsa largohesh pikërisht sot nga udhëheqja e vendit, duke lënë në rrugë misionin historik që fati e vuri mbi supet tona, do të ishte edhe shpërfillje e pafalshme e një porosie shumë të madhe kombëtare. Kështu që kushdo le të këndoj, kur të doj le të pushoj, po i erdhi prap Oreksi të rifilloj, misioni ynë do vazhdoj deri kur të mbaroj me vendosjen e flamurit të Skënderbeut dhe të Ismail Qemalit në oborin e Europës Bashkuar. Unë ju kam thënë midis nesh dhe herë tjera, mua nuk më intereson fare roli i kryeministrit si koqëndrim në pushtet. Më intereson vetëm për veprat që mbeten dhe për të mos e humbur në asnjë mënyrë orën vendimtare të Shqipërisë. Për mbylljen e antarësimit në familjen e Europës Bashkuar. Nëse nuk do të ishte urgjenca e përditshme e detyrave të panumërta të antarësimit, të cilat nuk presin as ditën, jo më javën, kaq e ngjeshur është agenda e negociatave dhe kalendari i detyrave që ne duhet plotësojmë, si dhe nëse dera e hapur për herë të parë e Bashkimit Evropian për Shqipërinë, jo vetëm me fjalë si gjithmonë më parë, po konkretisht nuk do të ishte kaq afër, me shumë gjas, do isha tërhequr me shumë mirënjohje të madhe në katundin tim të vogël, pas 12 vjetëve të jetuara me mish dhe me shpirt në krye të detyrës më të lartë që vendi i jep një bir i tij dhe pas gjithë këtyre viteve në krye të Partisë Socialiste. Sepse Shqipëria, pas atyre 12 vjetëve të Partisë Socialiste në drejtim, me punët e panumërta transformuese dhe përtej gjithë gabimeve dhe të metave, u bë një Shqipëri aq tjetër nga ajo që morëm në kuriz kur e gjetëm në buzën e Germinës së vitit 2013, sa që pa këtë orën e historisë në dyert e Europës, mund të quhej me kokën lart misioni përmbushur. Po pikërisht pas gjithë asaj përpjekje dhe pune kolosale, dhe tamam kur dera e Europës është hapur realisht, mandati i 4 ishte jo vetëm vazhdimi më i natyrshëm, po e vetmja zgjedhje logjike. Dhe deri në ditën e fundit të këtij mandati të 4, bashkë me ju do të bëjt pamundurën që jo vetëm unë apo ju, po e gjithë kjo partia jonë të nxjerrë gjithçka nga vetja për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Por nëse mandati i vitit 2025 shpjegon pse jemi këtu deri në vitin 2029, ai nuk mjafton për të shpjeguar pse kjo parti duhet ta synoj besimin edhe më tutje. Dhe këtu vjen përgjigja e pyetjes tjetër, pse duam të qëndrojmë ne gjithnjë në krye. Jo sepse hë për hë ne dim më shumë se të tjerët, jo sepse sot për sot vetëm ne mundemi ta udhëheqim Shqipërinë, jo të tjerët,
jo sepse nesër do jetë prapë kështu pavarësisht nga të tjerët, as sepse kundërshtarët tanë janë pa kokë kur janë të vjetër dhe janë të vjetër edhe kur janë të rinj, pas jo, sepse jemi të vetë lidhur pas karrigeve të pushtetit për hir të pushtetit. Përgjigjja e vërtetë them unë nuk ka të bëjë vetëm me ne. Ka të bëjë mbi gjithçka tjetër me atë që thash edhe më parë, me orën ku ndodhet Shqipëria. Shqipëria nuk është sot ende një vend në një rrugë të zakonshme që mund të ecë, mund ndaloj, të ndroj qeverinë, të vazhdoj pastaj aty ku e la, sikur kohat mos kishte çmimin që ka sot në këtë orë të historisë, dhe historia të ishte një tren që rin stacion derisa të gjithë bien dakord të niset treni. Demokracitë e vjetra janë vende ku kjo mund të ndodhë, sepse ato e kanë shtetin të ngritur den babaden. I kanë institucionet me tarbjatet kolauduara me breza e breza të tërë. E kanë administratën me shekuj të kolauduar. Dhe kur ecin në rrugën e shtruar të shtetit të së drejtës, ndrojnë shoferin edhe 7 herë në 10 vjet, si Britania për shumë. Por ama nuk kthejnë shtetin nga rruga. Ose si Belgjika, që ndonjë 2 vjet pa qeveri, sepse nuk bëj dot koalicioni, por shteti funksionoi, a thua se qeveria ishte aty çdo ditë. Shqipëria sot është në udhkryqin e fundit, që e lidh me rrugën për në shtëpinë e madhe të Europës. Për herë të parë, dera e hapur e asaj shtëpie shikohet me sy në kalendar. Dhe ajo shtëpi nuk është më vetëm një dritë që herë duket larg, herë zhduket fare nga mjegulla në përshtigjet e rrugës sonë. Është mua aty, është përpara nesh, është reale, njësoj si dyert e kësaj godine. Por nga ana tjetër dihet botërisht se ajo nuk është një derë që rihapur në pafundësi, po hapet një herë në çdo brez dhe mbyllet pa pritur, pa pyetur dhe pa pritur më askënd. Dhe pikërisht tani, përpara derës hapur, Shqipëria nuk mund t'ja lejoj vetes të vi vërdall rreth udhkryqit fundit historik, apo larg qoftë të ndryshoj drejtim në mes të rrethortullimit. Dhe ta themi qartë që të mos keq kuptohet nga askush, të paktën jo nga ata që nuk duan ta keq kuptojnë, kjo nuk është betejë e Partisë Socialiste për të mbetur në pushtet. Është betejë e Shqipërisë për të zënë përfundimisht vendin që i takon në sofrën e Evropës Bashkuar. Dhe ne nuk kërkojmë pronësinë e historisë, por do ta mbajmë me do e mos dhe me sukses përgjegjësinë që historia na ka vënë mbi supe për ta çuar këtë betejë deri në fund. Kjo nuk do të thotë se Shqipëria nuk duhet të njohë rotacionin, se ditën e rotacionit nuk e caktojmë ne, e cakton populli me votën e tij, por detyra që kemi marrë nga populli është të bëjmë gjithçka që viti 2030 ta gjejë Shqipërinë brenda derës së Europës. Dhe jo duke ardhur rrotull në udhkryqin e fundit, që pastaj mund të bëhet udhkryqi i një brezi tjetër.
është fare e qartë që ne nxorëm Shqipërinë nga një mungesë tërësore, një epokë mungesash të kudo ndodhura, varfërie, zvaritje, pafuqie të qeverisë dhe shpërfillje ndërkombëtare. Dhe sot jemi në një epokë mundësisht të reja si asnjëherë, pritshmërisht të rritura më shumë se asnjëherë dhe vlerësimi ndërkombëtar më të lartë se ndonjëherë. Por pikërisht se kemi hyrë në këtë epokë, ka nisur prova dhe sprova jonë më e vështirë, sepse zhvillimi deri tanishëm ka provuar aftësinë tonë për ta ndryshuar Shqipërinë. Por fuqizimi i besimit të shteti, të qeveria, të institucionet, është prova dhe sprova e pjekurisë demokratike për ta bërë ndryshimin të qëndrueshëm, shtetbërjen të pakthyeshme dhe Shqipërinë të pashaportizuar në BE. Prandaj mandati i katërt nuk mund, nuk duhet dhe ne duhet bëjmë çmos që të mos jetë zgjatimi aritmetik i 3 mandateve të mëparshme. Mandati i katërt duhet jetë kapitulli një kthese të madhe jo vetëm për faktin historik që Shqipëria do të mbyllë negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian. As vetëm për faktin se prodhimi ynë i brendshëm do kapërcej mbi kufirin e 30 miliard euro në vit, çka në vetvete përbën një kthes për ekonominë. Por dhe sepse ky për Partinë Socialiste duhet të jetë mandati një kthese strategjike drejt njerëzve. Për të kaluar nga kapitulli i deri sotëm i pranisë elektorale tek kapitulli i ri i pranisë njerëzore. Nga partia që shkon te njerëzit kur kërkon votën e tyre, duke treguar se çfarë ka bërë për vendin, te partia që rri pranë tyre, kur njerëzit kërkojnë vëmendjen e saj për t'i treguar se çfarë vendi duan në rrugën e këtij zhvillimi dhe në gjirin e kësaj shoqërie. Nga dëgjimi i njerëzve si mirësjellje kur e sjell nevoja jon, te detyrimi ynë për të qenë atje kur ata kanë nevojë të dëgjohen. Nga halli i qytetarit që shënohet dhe rëndom mbetet pa përgjigje, te halli që qahet dhe përgjegjësia që ndjek shënimin deri tek vajtja e përgjigjes. Nga qytetari që kërkon të hap një derë në rrugën e vet jetës, te partia që e ndihmon të gjejë rrugën pa kërkuar votën pse hap derën. Nga forca e madhe politike që fiton ditën e zgjedhjeve, te fuqia e besimit qytetar që fitohet çdo ditë kur s'ka zgjedhje. Dhe po, të qëndrosh gjatë në pushtet nuk mund të nënkuptoj t'u zësh rrugën të rinjve dhe forcave të reja. Por t'ju hapësh rrugën të rinjve nuk do të thotë t'u dorëzosh Shqipërinë atyre që e shpallin veten forca të reja vetëm sepse nuk kanë qenë ende në pushtet. Do të thotë hapësh partinë, të hapësh vendimmarrjen, të hapësh procesin qeverisës për njerëz të rinj jo thjesht në moshë, po në mendësi. Të krijosh hapësirë për ide të reja dhe të mundësosh burime energjish të reja. Të prodhosh drejtues, dhe jo vetëm ndjekës, duke u bërë çdo hap shembull për të ndjekur edhe nga të tjerët. Unë nuk dua që ne qëndrojmë sa më gjatë në vendet ku jemi ulur, po t'i kryejmë së bashku gjërat që do të qëndrojnë shumë më gjatë se sa të gjithë ne në këtë vend që është i të gjithëve ne. Unë dua ta ngjisim Shqipërinë në Bashkimin Evropian, ta bëjmë të pakthyeshëm modernizimin e vendit, ta bëjmë të pa lëkundshme pavarësinë e drejtësisë,
dhe t'i bëjmë institucionet tona të denja për çdo qytetar të vendi. Të aftat funksionojnë njësoj në mënyrë të barabartë për të gjithë, të fortë apo të dobët. Të japim jetë një marrëdhënie tjetër mes qytetarit dhe qeverisë, dhe ta vëmë partinë në dispozicion të qytetarit dhe të shtetit, jo qytetarin dhe shtetin në dispozicion të partisë. Të guxojmë me kurajo zhvillimet e reja në këtë epokë të re, dhe të ecim përpara me ide të qarta dhe me këmbgulje të madhe, pa u lodhur, pa u ndalur, deri në ditën kur populli pastaj të flasë ndryshe me votën e tij. Dhe deri atë ditë detyra jonë nuk është të provojmë atyre që nuk duan të binden se nuk jemi lidhur pas pushtetit, njerëz që duan të na largojnë, detyra jonë është mos lidhemi pas pushtetit në asnjërin prej atyre mënyrave që ne na largojnë nga njerëzit. Sepse njësoj si njerëzit, partit nuk ndryshken nga pushteti. Dhe as nuk plaken nga numri i viteve që mbajnë mbi supe. Ndryshken kur pushojnë së ndryshuari, plaken kur ngatrojnë eksperiencën me pagabushmërinë. Ne mund ta çojmë jo vetëm këtë mandat me sukses deri në fund, por Partia Socialiste mund të kërkojë një tjetër dhe të tjera mandate, vetëm nëse gjatë këtij mandati do dim dëgjojmë edhe ato që nuk na votoi, të shohim dhe ato që nuk na duart roket, dhe të qajmë dhe hallin që nuk arrim të zgjidhim. Vetëm nëse prania besnike nuk mbetet një stampë e re mbi një bluzë të vjetër, po një ndryshim i vërtet i marrëdhënies son me njerëzit, ne mund të vazhdojmë të bëjmë histori. Sepse ka vetëm nder që duash të përmbushësh një mision historik me pushtetin që të kanë dhënë. Turp është vetëm të duash ta mbash pushtetin pasi e ke harruar për çfarë ta dhanë. Tani duhet të kthehem drejt për drejt edhe më afër tek makineria jonë, e cila nisi të rindërtohet seriozisht pas zgjedhjeve vendore të Tiranës në vitin 2011. Kur e pam se si një fitore të sigurt ne e katandisëm në një fitore aq të ngushtë, 10 vota, sa që mjaftoi një robot politik në kryet KQZ-s për të na nxjerrë të rruar, pastaj një tuf me plepa në kolegjin zgjedhor për ta nxjerrë të qethur, për deri jashtë nga Bashkia e Tiranës. Aty e kuptuam se megjithse kishim mbështetjen e shumicës së qytetarëve, nuk kishim makinerinë elektorale që e kthen shumicën e mbështetjes qytetare në votë të shumicës së zgjedhësve. Në atë kohë kemi diskutuar, kemi analizuar, kemi lexuar, nxjerrë mësime dhe nisëm ndryshimin që na duhej për ta transformuar Partinë Socialiste në një makineri elektorale fituese. Natyrisht që s'do t'ju marr kohë me një histori që të gjithë e dini se si u zhvillua. Nga dita kur kjo parti doli e dërmuar prej humbjes pa apel në 2005, në ditën kur nuk ja doli të rikthehej fitimtare në 2009, për një pellg me vota dhe një mal me kuti mëkatesh që nuk u hapën kurrë, dhe pastaj prej çdo dite zgjedhore dhe deri sot, kur fal pikërisht një makinerie të pathyeshme elektorale, kemi koleksionuar së bashku 9 fitore dhe vetëm një humbje. Ajo makineri na ka dhënë mundësinë dhe kohën që ta vëmë pushtetin politik në shërbim të një ndryshimi të madh, dhe ta transformojmë Shqipërinë. Nga një vend ku mungesat ishin të kudëndodhura në një realitet ku pritshmëritë e njerëzve janë rritur eksponencialisht. Por sot, kur bulevardi Flamingove na ka futur zyrtarisht, pikërisht në fazën e re të pritshmërive të rritura, dhe kur në jetën sociale dhe politike një faktor i ri me një fuqi gjithnjë dhe më shtypse për të vërtetën, algoritmi, është futur
duke spostuar dita ditës burimin e informimit të qytetarëve në pasqyret e celularëve, ku një botë e re risish dhe djallëzish thith babzisht vëmendjen e njeriut, ka ardhur koha që ne t'i bëjmë vetes shumë pyetje. Duke e nisur nga një pyetje mbi makinerinë tonë elektorale. Mund t'ia drejtojmë atë pyetje kryetarit të organizatës më të mirë socialiste në çdo bashki të vendit. Ai apo ajo, se kemi bashkëkryetar, normalisht din të na thonë sa vota socialiste kanë në qendrën e tyre të votimit, apo në një pallat, apo në fshat. Por, po të provojmë të pyesim sa herë i keni dëgjuar ju me veshët hapur të gjitha ata që i numëroni së mbyllur, kanë frikë se po të përgjigjen pa dorashka, do thonë asnjëherë. Qyshse kemi qenë në opozitë mbase. Dhe ndryshimi i kësaj përgjigje është domosdoshmëri jetike për ecurinë e mëtejshme, për mos ndryshkjen dhe mos plakjen e Partisë Socialiste. Një domosdoshmëri me cilën ne që jemi këtu, drejtuesit politik dhe drejtuesit e komisioneve parlamentare, grupi parlamentar, kabineti qeveritar, krye bashkiakët dhe i gjithë lidershipi i partisë në territore duhet jetojë nga sot e tutje me sensin e përparësisë përditshme. Në epokën e mungesave, makineria jonë elektorale ka fituar sepse ka mobilizuar mirënjohjen për gjithçka që është bërë. Në epokën e pritshmërive, kjo makineri duhet bëjë një transformim jetik, sepse mirënjohja nuk është më një element kyç dhe përballja me një realitet të ri pritshmërish sapo ka filluar. Kur flas për mirënjohje, kam parasysh vetdijen që janë bërë shumë gjëra dhe shpresën e mbështetur tek ajo vetdije që të tjera gjëra do bëhen, prandaj ju e meritoni mbështetjen. Ndërkohë që sot është krejt tjetër skena që po formsohet për gjitha ata faktorë që fola dhe detyra jonë është jo ta mbrojmë makinerinë nga çfarë ka rreth dhe jashtë saj, por ta shpëtojmë makinerinë nga vetvetja. Dhe pikërisht në këtë gjatësi vale kam shkruar dokumentin që e keni përpara si draft, tërësisht i hapur për shënimet e secilit prej jush. Po me shumë pak fjalë, me shumë më pak fjalë sa dokumenti, duhet t'ju jap vetëm frymën e tij, në mënyrë që të gjitha shënimet që mund të shtohen apo çfarë mund të hiqet, të mbaj parasysh pikërisht frymën. Respekti si gatishmëri për të dëgjuar. Jo dëgjimi si pritje e radhës për të folur, po dëgjimi si puna e parë e partisë. Dëgjimi si disiplinë e re e partisë.
dëgjimin çdo stin, edhe kur nuk ka kamera, edhe kur nuk ka fushat, edhe kur nuk ka duartrokitje, edhe kur nuk ka rreth e rrotull simpatizant. Empatia si angazhim për të ndërvepruar. Empatia nuk është dobësi sociale, është forcë që asnjë algoritëm nuk e prodhon dot. Njeriu që hap derën e hallit vet, të ka dhënë diçka shumë më të çmuar se sa vota, të ka dhënë besimin. Dhe duke dhënë besimin për diçka që është e tia personale, të ka lënë në dorë edhe dinjitetin. Dhe halli i tij nuk është monedhë për kursin e këmbimit politik. Solidariteti si ndihmë pa kusht. Partia dëgjon dhe i shërben kujtdo, pa e pyetur me kë je, me kë ke qenë, çfarë ke bërë dikur, çfarë kaje politike të pëlqen, pa e pyetur për votën, madje pa e pyetur fare për politikën. Se halli nuk ka tesër dhe dera që hapet vetëm për tanët, është derë që një ditë mbyllet për gjithë ne. Kur them për gjithë ne, them për Partinë Socialiste të Shqipërisë. Korrektesa si detyrim për të kthyer përgjigje. Mos përgjigja duhet shpallet e ndaluar në Partinë Socialiste. Po ju rikujtoj shembullin, jam i bindur që ju keni plot të tjerë, e atij fermerit nga Lushnja, 3 vjet për një përgjigje, 3 vjet. Dhe njerëzit nuk kërkojnë nga ne që të themi me do e mos po, se e din që ne nuk jemi zotërues të një Chelsea magjik, po njerëzit kërkojnë po, jo, kur. Sepse halli nuk bëhet më i vogël kur nuk zgjidhet, po bëhet poshtrues kur nuk përfillet. Përkushtimi ndaj transformimit të makinerisë me forcën e shembullit individual. Kjo kthes nis nga ne që jemi në këtë sallë ose nuk nis fare. Nis nga grupi parlamentar ose nuk shkon më tutje. Nis patjetër nga qeveria ose nuk merr besueshmërinë për të vazhduar si një kthesë të gjithë Partisë Socialiste. Kritika jone e brendshme mirëpritet dhe kultivohet si ushqim i vetdijes së skuadrës, së familjes politike. Por ajo ka vetëm një rrugë të ndershme. Brenda nesh flitet hapur, flitet me zë të lartë, flitet drejt në sy. Ndërsa përballë qytetarit, kur rasti e kërkon, ajo bëhet vetëm si vetkritik në emër dhe në interes të skuadrës. Jo si konstatim publik i një spektatori që shfrytëzon problemin për interesin e vet dhe ja lë skuadrës kodoshin në derë. Kjo nuk është prani besnike. Kjo është prani hileqare. Vija e re ndarse e kësaj faze 3, siç e thash edhe në herën e kaluar, nuk kalon mes atyre që dolën dhe atyre që s'dolën në protestë. Kalon mes atyre që duan ta bëjnë Shqipërinë më të mirë, atyre që e duan shesh për të bërë për sheshet e tyre. Në anën tonë të asaj vije duhet të ketë shumë më tepër hapësirë për njerëz të rinj, për forca të reja, për prurje energjish dhe vullnetesh të reja. Dhe është domosdoshmëri që i gjithë drejtimi politik i partisë të fokusohet tek shkrirja e kufive që janë shumë të dukshëm për njerëzit që janë në territor, por që
bëhen të padukshëm kur ne shkojmë në territor. Kufi mes nesh dhe atyre. Ndërkohë që përpjekja e brendshme kundër hendekut me ata që me Demex janë tanët, e them me Demex ata mund mos jenë tanët në kuptimin e partisë, po tanët janë të gjithë shqiptarët që duan të njëjtën gjë që duam ne. Dhe s'janë tanët shqiptarët që nuk e duan të njëjtën gjë që duam ne. Në kuptimin e partisë gjithmonë, se për qeverinë të gjithë janë tanët edhe ata. Dhe ky hendeku i tanëve me të atyre është shumë më tepër në kokën tonë se sa në realitetin e territoreve, ku njerëzit bashkëjetojnë probleme, halle, nevoja shumë të ngjashme, shumë të ngjashme në gjuhët e partive dhe ku ndarja është shumë e lidhur me territorin e influencës se sa me territoret politike. Dua t'ju them dhe pastaj më tutje në këtë diskutim që s'mbyllet sot natyrisht mund ta shohim më në detaj, se një nga studimet më domethënëse të vitet të fundit në fushën e bindjes politike ka nxjerrë diçka që duket e pabesueshme, por që faktikisht është e provuar në mënyrë shkencore. Një bisedë e vetme 10 minutëshe ku tjetri dëgjohet pa e gjykuar përpara sa ti flasësh, ndryshon qëndrime më thellë dhe më shumë se sa kontakti i zakonshëm elektoral. Dhe eksperimentet e bëra kanë nxjerrë këtë metodë. Parafytyroni këtë metodë më shumë se 10 herë më efektive se sa kontaktet dhe teknikat standarde dhe e kanë nxjerrë me një impakt 100 fish më të lartë se sa impakti i përpjekjes për të bindur njerëzit përmes publicitetit politik. Prandaj dëgjimi duhet bëhet teknologjia më e avancuar e Partisë Socialiste. Njerëzit që nuk votojnë për ne, që s'kanë votuar për ne, por që janë njerëz që i besojnë punës dhe besojnë tek vetja dhe tek zhvillimi i tyre përmes punës, janë njerëzit tanë. Midis nesh dhe atyre mungon vetëm një gjë, komunikimi ynë i drejtë për drejtë. Nga i cili jo vetëm ne mund mësojmë më shumë se 10 mbledhje ku flasim me njëri tjetrin, por mund të ndryshojmë edhe qëndrime të rrënjosura të tjetrit që kemi përballë. Po e mbyll me thelbin e kësaj përpjekje, nëse besa është një fjalë që qëndron në krye të dokumentit tonë strategjik, kjo lidhet me faktin që fjala jonë ndaj qytetarit kërkon të kontrollohet në gjithë procesin e trajtimit të saj. Dhe këtë gjë e bëjnë mekanizmat e metodës që do duhet të vërë në zbatim qeveria. Prania besnike është diçka tjetër, është fjala jonë ndaj vetvetes, të cilën
ne duhet ta bëjmë të kontrollueshme nga çdo qytetar që i beson pranisë tonë në territor. Ata që kanë humbur armatat e fitoreve, të gjithë bashkë kanë pasur natyrisht karakteristika të ndryshme, po kanë paguar një haraq të përbashkët. Kanë fituar me veshët hapur, kanë qeverisur me veshët mbyllur. Partia Socialiste duhet hyjë tek përjashtimet. Ky është misioni ynë lidhur me Partinë Socialiste. Mund të duket shumë e egzageruar, po më besoni, është po aq e thjeshtë sa duket egzageruar nga leadershipi i sotëm i Partisë Socialiste. Dhe ju e dini se unë e përsëris gjithmonë me leadership nuk kuptoj veten, kuptoj të gjithë grupin drejtues të Partisë Socialiste. Kuptoj grupin parlamentar dhe kuptoj qeverinë së bashku me drejtimin kuptohet të vetë partisë. Varet jo thjesht se a do fitoj Partia Socialiste më tutje, por varet a do të bëhet Partia Socialiste përjashtim apo do të përjashtohet nga historia e mëtejshme e këtij vendi. Kjo është pak, po më besoni që kjo është e sigurt. Nëse Partia Socialiste do të bëhet përjashtim, ose më saktë nuk do të jetë përjashtimi vetëm, se ka edhe përjashtime të tjera, do të hyjë tek përjashtimet, atëherë Partia Socialiste do të jetë jo në skenë, por do të jetë në qendrën e skenës, edhe pasi të paktën disa nga ne këtu mos jenë në këtë detyrë. Nëse jo, atëherë nuk do ketë skenë për Partinë Socialiste. Ka një sër forcash historike që nuk i solla këtu në atë rrëfimin tim, që kanë pasur karakteristika të ngjashme dhe që sot nuk ekzistojnë. Faleminderit, kjo ishte hyrja që më duke udhës që ta ndaja jo vetëm me ju, po dhe me ata që na ndjekin, duke pas parasysh në atë parë socialistët, dhe mund të vazhdojmë më tutje me një diskutim shumë paraprak, duke pasur parasysh që të dy dokumentat do duhet t'i nështrohen një diskutimi më të gjerë, duke marrë kontribute konkrete nga të gjithë ata që dëshirojnë të kontribojnë ose që kanë vullnetin për të kontribuar.